të rinjt në 25 vjeç bëjnë më pak seks se 30 vjeçarët dhe 40 vjeçarët. Ky përfundim doli nga një sondazh i kryer me 2000 të rritur amerikan të moshës 18 deri në 44 vjeç, realizuar në vitin 2021. Dhe ky rezultat vuri re se të rriturit të gjeneratës Z pra kryejnë më pak aktivitet seksual. Ma gjej pak për të ardhur keq. Lidhjen e ushqimit, uljen e testosteronit e të gjitha me radhë. Mendoj që janë edhe pjesën e testosteronit e folëm, pra që të gjitha këto, pra ushtrimi me pesha. Okej. Është e vërtetuar shkencërisht që stimulon prodhimin e testosteronit. Pra mashkulli që të prodhojë testosteron duhet të jetë i fortë, sepse për këtë është prodhuar, kupton? Dhe momentin që ke testosteron të lartë do kesh dhe dëshirë të lartë. Pra, është dëshirë të lartë. Është hormoni i seksit, pra nuk ka diskutime kjo pjesa. Pastaj çdo pjesët sociale që ndikojnë sot, domethënë që ne mashkullin e kemi zbutur. Çfarë do thotë? E kemi zbutur, në shikoj edhe kjo lufta e femrave për ta ulur deri diku, domethënë nuk pa qenë maskilist. Po shikoj një luftë. Ka një lloj trendi, po jo po meshkujt janë bërë princesha, bravo. Po jo, para se të ndodhte kjo. Okej. Meshkujt janë kështu, meshkujt janë kafsh, meshkujt nuk sillen mirë, meshkujt pra duke dashur që të heqin të fitojnë të drejtat e tyre. Efekti anësor ky ishte që i bën më të butë. Pra meshkuj më të butë do të thotë që ulet testosteroni. Se edhe te kafshët momentin që i sterilizojnë këtë bën. Ka një lloj ulje edhe të testosteronit tek meshkujt, por edhe të estrogjenit tek femrat. Thon kjo ka një lloj ulje të nuhatjes seksuale, të gjuetisë seksuale vërdall në shoqëri. Pra mos ndoshta po e shohim njëri tjetrin paksa si robot dhe jo me atë nuhatjen e gjuetisë siç bëhet te kafshët. Absolutisht që po. Unë shikoj edhe nëpër palestra, domethënë është shumë fast. Domethënë fast food është bër çdo gjë. Edhe seksi është bër fast food. Edhe seks, domethënë shikoj meshkuj që pëlqen një gocë, rrotullohen ja 2 herë, 1-2 ditë, e shikojnë që s'ka interes, e lejnë fare, a kupton? Dalin ke tjetra, kupton? Kurse më përpara u fiksonte me një, biles u zinte edhe me meshkujt e tjerë që mos e shifti se e duan këtë, a kupton? Pra, interesi ullet shumë. Kjo interesi lart bën që të rrisi edhe dëshirën, pra ti edhe të fantazosh, pra dhe të kesh dëshirë që ti momentin që të jepet shansi për të takuar dhe për dalë të jesh euforik, jo thjesht që është një punë apo e ke bërë 100 herë, kjo është e 101-ta, kupton?